edhe konsumohet mandati i presidentës, edhe do të hymë në një proces që ose kem këtë gjendje edhe këtë barakadim të partive politike, kem parafërsisht të rezultate, do të hymë edhe me një proces ndoshta më të tje. Por unë kam një bindje që nëse do të shkojmë zgjedhje, besoj që do të ndryshojnë qëndrimet politike të subjekteve politike, besoj që do të ndryshojnë, besoj që edhe zgjedhjet lokale do të ndikojnë në qëndrimin edhe në ndryshimet të qëndrimet të subjekteve politike. Ju besoni që zgjedhjet lokale, për shkak këtyre koalicioneve ballotazheve? Për shkak absolutisht, për shkak të votave aktuale të cilat kanë dalë tani në subjektet përfshin kuvendet komunale, ballotazheve, mund se cili është pozicionin ku e ka. Edhe besoj që do të thotë edhe një prej arsyeve ndoshta që ka qenë edhe një arsye, e tretë ose e katërt në mungesë të një koalicioni të bashkëqeverisë, besoj që kanë qenë edhe zgjedhjet lokale për të matur ose rimatur edhe njëherë forcat edhe fuqitë e partive politike se ku mund të shkojnë. Por gjithsesi kjo është në dëm të jetës politike institucionale dhe zhvillimit ekonomik, në dëm të marrëdhënieve ndërkombëtare, pozicionit gjeostrategjik të Kosovës, gjitha këto janë duke shkuar në dëm të Kosovës. Po, tani desha t'ju pyes para se të ngritem pak te ekrani. Sot e kisha një debat me një pjesë kolegëve gazetarë sa është demokratik ballotazhi. Sa është ferë dhe jo ferë. Se ka, për shembull, Albani Hyseni është 49.95 diçka aty për të kaluar në fakt pa ballotazh. Edhe pra i bie ti ketë edhe pak ta ketë dominancën në votat nga diaspora të kaloj pa ballotazh. Po mund të kaloj edhe në ballotazh me tetik, me 5-6 vota, me 10 vota, me 2 vota, me 1 vot. E dim edhe situatën se kishte ndodhur në Tiranë zgjedhjet lokale kur kishte fituar Lulzim Basha në raport me Edi Ramën. Por tani sa është përfaqësues, sa është i drejtë ballotazhi shembull ai të fitoj 49.95% edhe në fund të kthehet rezultati nga ana tjetër. Sa është demokratike kjo, zoti Kryesiu? Demokratike është derisa është procedurale dhe ligjore. Procedurale dhe ligjore është vullneti i qytetarëve, por gjithsesi unë personalisht jo dhe ata që i përfaqësoj ose koalicioni me të cilët e mirëmi ose organizata jam kundër ballotazhit. Edhe është shpenzim. Unë mendoj që është shpenzim, mendoj që nxit një garë edhe një veprim të subjekteve politike më tepër pazare politike se sa programore dhe ideore, edhe mendoj që ballotazhi do duhej të kemi sisteme të ndryshme tjera të cilat mund të garantojnë që edhe 50% ose kryetari më i votuar të jetë udhëhec në këtë rast edhe të mos kemi ballotazh. Por për mendimin tim besoj që ballotazhi do të duhej të hiqej në Kosovë, do duhej të hiqej, ka sisteme tjera të cilat garantojnë, por ballotazhi mund të hiqet edhe në ato rrethana nëse për shembull kemi një dalje mbi 40% të votuesve në atë qytet, besoj që zgjedhja kandidatit ose kandidati me votat e cilët do të printe, do të udhëheqte i pari, do duhet të ishte kryetari i Kuvendit Komunal, kjo do ta shmangte këtë përplasjen pazarllakën që bëhet mes partive politike, mes kandidatëve në këtë rast, edhe të cilat shpeshherë kanë ditur ta përmbysin edhe rezultatin, ndoshta kemi pasur Prishtinën, kemi pasur Prizrenin, kemi pasur shumë qytete ku